Mati shënime udhëtimesh në luginën e mbretëreve. Ky është botimi më i fundëm i studiuesit dhe gazetarit matjan Avnidani që shkruan me emrin Adi Darsi. Autori na fton në një shtektim ku lumi mat me kokfortësinë e tij mbretërore rrjedh kundër rrymës natyrore të vendit, duke i dhënë emrin një krahine që mbart peshën e historisë së kastriotëve. Ky libër nuk është thjesht një kronik, por një përpjekje për të deshifruar shpirtin e një vendi ku çdo banore ndjente veten madhëri, duke e detyruar dhe mbretin Ahmet Zogu të kërkonte lartësinë e titullit unik, lart madhëri. Vepra ndërtohet si një dosjer i çmuar dëshmish, ku autori mbledh zërat e udhëtarëve të huaj që guxuan të thyenin vetë izolimin matjan gjatë shekujve 19 dhe 20. Përmes një pune kërkimore të imtësishme, Darsi korrigjon toponimet e mjegulluara nga përkthimet e vjetra dhe sjell në dritë shënimet e vizitorëve apostolik si Stefan Gaspri. Këto dëshmi na kthejnë në vitin 1671, duke na dëshmuar për ekzistencën e abacive madhështore, si ajo e Shënlleshit që dikur shërbente si stresh shpirtërore për mira besimtar në zemër të malësisë. Në faqet e librit, lexuesi ndjek hapa dritërues të babait të albanologjisë, Johan G. von Hahn, në kërkim të gjurmëve të Skënderbeut dhe vrojtimeve të ftohta shkencore të inxhinierëve austriak si Karl Steinmetz. Ky mozaik udhëtarësh plotësohet me ngjyrat e gjalla të Rose Wilder Lane, e cila solli magjinë e luginës në botën anglisht folëse, dhe me vështrimin e mpret të Bernard Newman, i cili me biçikletën e tij përshkoi një vend ku shtëpitë kulla me frëngji tregonin se jeta në mat ishte sa piktoreske, aq edhe sfiduese. Një vlerë të jashtëzakonshme në këtë udhëpërshkrim luajnë imazhet e etnografes Margaret Hasluck, të cilat kapin pritësinë e viteve 30 nga lartësitë e Klosit deri në muret e Stelushit. Libri guxon të thyej rregullin e të huajve, duke përfshirë edhe zëra Shkodran, të Dom Lazar Shantojës dhe Ndre Mjedës, të cilët i japin veprës një dimension të ri politik dhe kulturor. Kërkimi i tyre për Pjetër Budin, matjanin e madh të letrave shqipe, shërben si një urlidhëse mes lavdisë së shkuar dhe nevojës për t'i mbrojtur këtë rrënjë sot. Adi Darsi e mbyll këtë udhëtim duke e cilësuar veprën si një libër të hapur, një thirrje për të mos lejuar që hiri i harrezës të mbulojë një krahin kaq me ndikim. Përmes një gjuhe të pasur dhe një ndjeshmërie të lartë artistike, autori na kujton se mati nuk është vetëm një udhëkryq gjeografik, por një stres shpirti, ku historia e shkruar nga të huajt dhe kujtesa e vendasve bëhen bashk. Ky libër mbetet një mision i përmbushur për t'i kthyer matit dinjitetin e merituar në letërsinë dokumentare shqipe. Studiuesi dhe gazetari Avnidani, i njohur nga letrat si Adi Darsi, është lindur në Dars të Bashkisë së Klosit në vitin 1969. Me një formim solid në pedagogji, psikologji dhe një përvojë 10 vjeçare si mësues e drejtues në fshatret e lindjes, ai ka arritur të ndërthurë njohjen e thellë të terrenit me mjeshtërinë e gazetarisë investigative që ushtron në Tiranë prej vitit 2001. Përmes qindra artikujve dhe reportazheve, Avnidani, si Adi Darsi, mbetet një zë i palodhur në median shqiptare, duke shndërruar shkrimin jo vetëm në profesion, por edhe në një mision për lartësimin e vlerave të krahinës së tij. Rëndësia e veprës Mati shënime udhëtimesh në luginën e mbretëreve për lexuesin qëndron në aftësinë e saj për të rikthyer krenarinë kombëtare përmes një optike të re, duke e vendosur matin jo thjesht si një njësi administrative, por si një nyj nevralgjike të identitetit evropian të Shqipërisë. Ky libër zë një vend unik në bibliotekën albanologjike, pasi shërben si një urë komunikimi mes letërsisë artistike dhe dokumentit historik, duke u ofruar brezave një pasqyrë të qartë të asaj që ishim dhe të asaj që mbartim.